Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 7 dhjetor dhe ne si çdo ditë tjetër do të udhëtojmë pas në histori. Do të vjojmë me ngjarjet më të rëndësishme të kohës, pikërisht në vitin 1941. Pearl Harbor, për flaket nga lufta, një mëngjes që ndryshoi botën kur avionët japonez sulmuan bazën detare amerikane në Pearl Harbor. Ishte ky akt që e futi Shtetet e Bashkuara në luftën e dytë botërore dhe shënoi një kthes historike për njerëzimin. Në vitin 1972, misioni Apollo 17 u nis për në hënë, duke u bërë udhëtimi i fundit njerëzor drejt satelitit ton. Ky moment përfaqësonte kulmin e ëndrave të njeriut për të eksploruar universin. Në vitin 1988, një tërmet i fuqishëm tronditi Armenin, duke zhdukur qytete të tëra dhe duke marrë mijëra jetë njerëzish. Kjo tragjedi na kujton forcën e pamëshirshme të natyrës. Në vitin 2001, dita e aviacionit civil ndërkombëtar, sot kujtojmë edhe rëndësinë e aviacionit në lidhjen e popujve dhe zhvillimin global, një fest për ata që i bëjnë qej tanë të sigurt dhe të arritshëm. Në vitin 2016, në miratimin e një projekt ligji të rëndësishëm, Gjermania hodhi një hap të madh përpara drejtnit të ardhmeje të qëndrueshme, duke promovuar energjinë e rinovueshme dhe ruajtjen e planetit. Në këtë ditë kanë ardhur gjithashtu në jetë dhe personalitetet që kanë ndryshuar historinë me talentin dhe veprat e tyre. Gian Lorenzo Bernini, i vitit 1598, një mjeshtër i artit barok, që skulpturoi dhe ndërtoi përjetësi në çdo vepër të tij. Në vitin 1973, shkrimtarja që na dhuroi histori të paharrueshme të Amerikës rurale, Willa Cather, duke fituar zemrat e lexuesve dhe një çmim Pulitzer. Në vitin 1928, Noam Chomsky, gjutari dhe filozofi i guximshëm që na mësoi të mendojmë ndryshe, duke formësuar mënyrën se si kuptojmë gjuhën dhe politikën. Në vitin 1949, një zë unik, një frymë e lirë e muzikës dhe artit, Tom Waits, që na ka dhuruar këngë për zemrën dhe shpirtin. Në vitin 1989 vjen në jetë Nicholas Hoult, aktori britanik që ka magjepsur audiencat me rolet e tij në filma epik. Por çdo ditë kujton edhe ndarjen nga jeta e njerëzve që ka lënë pas një trashëgimi të fuqishme. Do të kthehemi pas në kohë në vitin 43, Ciceroni, oratori legjendar i Romës, që u vra për fjalët e tij të guximshme kundër tiranisë. Në vitin 1815, Michel Ney, generali i pathyeshëm i Napoleonit, i cili humbi jetën por jo lavdin pas disfatës së perandorit. Në vitin 1930, karikaturisti që na bëri të qeshim dhe të mendojmë me makineritë e tij qesharake dhe gjeniale, ndorron jetë në këtë datë, po flasim pikërisht për Rube Goldberg. Në vitin 1985 na la gjithashtu Robert Graves, një poet dhe romancier i madh që u zhyt në histori për të krijuar vepra të shuara. Në vitin 2011 kemi ndarjen nga jeta të Harry Morgan, aktori që na bëri të qeshim dhe të qajmë në ekranin e vogël, duke u bërë një figurë e dashur për breza të tërë. Tani do t'ju ftoj të ndiqni rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të kastravecit, i pasur me vitamina dhe minerale. Kastraveci ofron veti të shumta të dobishme dhe gjithashtu është veçanërisht i përshtatshëm për të gjithë ata njerëz që duhet të mbajnë një dietë të kontrolluar. Hipertensione, falpërmbajtjes së kaliumit, konsumimi i rregullt i kastravecave është në gjendje të favorizojë eliminimin e lëngjeve të tepërta me një efekt të dobishëm për presionin e gjakut. Ata janë pastrues dhe diuretik. Kastraveci është i pasur me ujë dhe kalium, pra një alat i shkëlqyeshëm për hidratimin e trupit dhe për të kundërshtuar mbajtjen e ujit. Kastraveca gjithashtu ndihmojnë në pastrimin e trupit dhe eliminojnë toksina dhe substanca të tjera. Parandalimi i gurëve fal vetive të tyre pastruese, ato pengojnë formimin e gurëve në veshka.
Konsumimi i rregullt i kastravecit ndihmon në uljen e niveleve të acidit urik, duke lehtësuar procesin e shërimit të artritit, një sëmundje e dhimbshme që shkakton inflamacion të nyjeve. Ato ju ndihmojnë të humni peshë, pasi acidi tartarik i tyre është në gjendje të ndihmojë në humbje peshe, pasi parandalon shndërrimin e karbohidrateve në ind dhjamor. Ato kundërveprojnë me radikalet e lira. Ky veprim është i mundur fal pranisë së antioksidantëve si vitamin C, beta-karotene, luteina dhe zeanthina. Kolesteroli ulët. Kastravecat përmbajnë sterol, substanca të cilat ndihmojnë në kundërveprimin e kolesterolit të lartë. Për këtë arsye, konsumimi i rregullt i kësaj perimeje promovon mirëqendjen kardiovaskulare, ndihmë kundër diabetit. Kastraveci nuk ka fare karbohidrate dhe është i pasur me fibra dhe për këtë arsye ai ndihmon për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjak të ulët, shumë e dobishme në rastin e diabetit. Zbut dhimbjet e kyçeve. Ai gjithashtu ndihmon syt tuaj. Vënia e kastravecit mbi sy është diçka që ne shohim shpesh në qendrat e bukurisë, por ka një efekt mjaft pozitiv tek syt. Kastraveci ndihmon kundër diabetit, ul kolesterolin dhe kontrollon tensionin e gjakut. Lëngu i kastravecit përmban një hormon që i duhet qelizave të pankreasit për të prodhuar insulinën, e njohur për të mirat që sjellin pacientët me diabet. Kërkimet kanë treguar se ata përmbajnë dhe një përbërës që ndihmon në uljen e kolesterolit. Kastravecat përmbajnë shumë fibra, kalium dhe magnez. Këta përbërës veprojnë për rregullimin e tensionit të gjakut. Ndaj kastraveci është i mirë për trajtimin e tensionit të ulët, por edhe të lartë të gjakut. Ata përmbajnë vitaminat A, B, C, K, si dhe minerale si mangan, bakër, kalium dhe magnez, që janë të rëndësishëm në krijimin e një sistemi imunitar të shëndetshëm. Dhe kur trupi dhe sistemet imunitare janë të shëndetshme, shpesh kjo reflektohet në flok, thonjë dhe lëkurën tuaj. Përveç kësaj, ato janë të pasura me silicë, e cila është e nevojshme për zhvillimin e indeve të forta lidhëse të shëndetit. Përmbajtja sulfurike është gjithashtu çelësi për të ndihmuar arritjen e flokëve të shpejtë dhe të fortë. Sipas një artikulli të botuar, sulfuri ka aftësinë për të formuar lidhje të forta që kontribuojnë në flokë të shëndetshëm. Përmirëson tretjen. Si të përmendëm në fillim, kastravecat përmbajnë nivele të larta të ujit dhe fibrave. Së bashku, këto dy lëndë ushqyese thelbësore ndihmojnë në lëvizjen e ushqimit në trupin tuaj, duke promovuar bakteret e mira në zor, që të rregullojnë lëvizjen e zorëve dhe duke parandaluar kapsllokun. Kujdeset për shëndetin e zemrës tuaj. Është e njohur gjërësisht se nivelet e kaliumit ndihmojnë muskujt, nervat dhe veshkat për të filtruar gjakun dhe si rezultat ndihmon që zemra të lëviz gjakun e pastër dhe të shëndetshëm në mënyrë më efikase. Në të kundër, ulumtimi ka gjetur se kaliumi shumë i vogël mund të kontribuojë në sëmundjet kardiovaskulare. Për biografinë e ditës së sotme do të flasim për Harry Morgan. Harry Morgan, një nga emrat më të dashur të ekranit të vogël, ishte aktori që për dekada të tëra na fali buzëqeshje, lot dhe histori të paharrueshme. I lindur më 10 prill të vitit 1915 në Detroit, Michigan, si Harry Bratsberg, ai nisi jetën e tij duke ëndërruar të bëhej avokat, por fati kishte një plan tjetër, të shndronte një djalosh të zakonshëm në një ikon të artit skenik dhe atë televiziv. Karriera e Harryt filloi në skenën teatrale, ku sharmi dhe humori i tij natyral nuk kaluan pa u vënë re. Në vitin 1940, ai hyri në Hollywood duke nisur me role të vogla në filma, por personaliteti i tij ngrohtë dhe i pashtershëm në ekran e çoi shpejt drejt sukseseve të mëdha. Për kulmi i karrierës së tij erdhi me serialin e famshëm Majori Sherman Potter. Në rolin e Major Sherman Potter, një komandant i mençur dhe babaxhan, Harry i dha serialit një thellësi dhe ngrohtësi të rrallë. Me humorin e tij të zgjuar dhe urtësinë e karakterit, ai u bë figurë frymëzuese për miliona shikues në mbar botën.
Roli i tij dha një çmim Emmy në vitin 1980, një njohje e merituar për një performancë që do të mbetet përgjithmonë në histori. Morgan nuk ishte vetëm një aktor i shkëlqyer, ai ishte gjithashtu një njeri i thjeshtë dhe i përkushtuar ndaj familjes së tij. Ai mbeti një mik i afërt dhe koleg i dashur për ata që punuan me të, duke shfaqur gjithnjë mirësinë dhe humorin që e karakterizonte edhe jashtë kamerave. Pasi dha një kontribut të jashtëzakonshëm në botën e artit dhe kulturës, Harry Morgan u nda nga jeta më 7 dhjetor të vitit 2011 në moshën 96 vjeçare. Ai la pas një trashëgimi të pasur me role që frymëzuan dhe argëtuan breza të tërë. Tani do të vjoj me rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim se përse kur ne kujtojmë ngjarje nga e kaluara, truri ynë nuk po riprodhon saktësisht atë që ndodh. Në fakt, kujtimet funksionojnë më shumë si një puzzle që truri e rindërton çdo herë nga copëzat e informacionit që ruan. Kjo do të thotë se çdo herë që rikujtojmë diçka, kujtimi ynë ndryshon paksa dhe me kalimin e kohës ai mund të bëhet krejt ndryshe nga ngjarja origjinale. Ky fenomen quhet kujtesa e rindërtuar dhe është arsyeja pse dëshmitarët okular shpesh japin versione kontradiktore të së njëjtës ngjarje. Truri ynë nuk është një aparat fotografik i saktë, por një krijues historish që shton detaje të reja apo harron ato që nuk përputhen me pritshmëritë tona. Në thelb, kujtimet tona nuk janë thjesht arkiva, por krijime të vazhdueshme të mendjes sonë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe reshje shiu, sidomos në zonat bregdetare dhe qendrore. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Në disa zona malore mund të ketë reshje të përzira me dëbor për shkak të temperaturave më të ulta. Era do të jetë me intensitet të mesëm nga drejtimi veri-lindor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 8 deri në 11 gradë Celsius. Kukës -1 deri në 6 gradë. Peshkopi -1 deri në 4 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 12 gradë. Durrës 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 14 gradë. Elbasan 3 deri në 12 gradë Celsius. Berat 6 deri në 13 gradë. Korçë 2 deri në 7 gradë. Vlorë 5 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër -1 deri në 8 gradë. Sarandë 6 deri në 13 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Për ditën e nesërme 7 dhjetor 2024 në Kosovë pritet mot kryesisht i kthjellët me temperatura të ulta në mëngjes dhe gjatë natës, duke arritur deri në -3 gradë Celsius, ndërsa maksimalja ditore do të jetë rreth 7 gradë Celsius. Në disa zona mund të ketë ngrica në mëngjes me erë të lehtë nga drejtimi verior-lindor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 0 deri në 6 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 4 gradë. Skënderaj -2 deri në 6 gradë Celsius. Pej 0 deri në 6 gradë. Prishtinë -1 deri në 4 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 7 gradë. Malishev -1 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 5 gradë. Ferizaj -2 deri në 4 gradë Celsius. Kaçanik
-3 deri në 2 gradë, Suharek 0 deri në 7 gradë, Prizren -3 deri në 5 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.